e një strukture mafioze të energjisë ballkanike, që e kanë thonë në të kaluarën. Ju, zoti Kurti, jeni përgjegjës për shkatrimin e institucionet pavarëna. Ju, zoti Kurti, ka shumë, muj me përmen, që ja kanë përmen edhe ata. Ja kanë përmen, po këtu një kanë përmen. Por, edhe me... Si të thot, hajde, e ja të bëjmë i bashkë. Dhe me mrinë në një situatë kur, okej, po propozon diçka, dhe cili është propozimi? Çka ke propozu? Qeveri tek për çka? Nëse i renditi disa tema, 1, 2, 3, 4, që to kemi me imri, me që të qeveri, hajde arsituohet dyqysh. Në radhë të parë, do të ndrohet ligji për presidentin, sepse ne nuk mund të blokohemi çdo 5 vjetë. Pra, presidenti zgjedhet direkt për i populli. Në 2, ne kemi dialogun me Serbinë, se cila qeveri që vjen, prioritetin e parë ka me pas dialogun me Serbinë. Në 3, ti kime pas draftin e asociacionit të cilin duesh me qunë e gjykatë kushtetuse, duesh me përgjigje edhe kësaj. A është dashur në letrën e partë për mendën gjitha këto, është nëse ka vullnet edhe më diskutohet. Krejt është dasht mi o përmen, njërë që në këtë mënyrë i përgjigje është ti, njërë meritore zotit Kurti. Ta është ti ke lonë hapsir, hajde të flasim. Kur Albin Kurti nuk e në këtë kombinim? Në ne. Në 2. Blokata në kuvend nuk është kushtetuse, po është politike. Sepse Albin Kurti ka uzurpu institucionet. Këtë dush mi a thonë. Dhe mu këthy në fillim të kësaj, Zoti Abdi Gjiku është shkatrusi i ide se mundshme të krijimit të një qeverie mes LDK-s, PDK-s, AK-s edhe nismes. Sepse i është nënshtru diskursit e vetëvendosjes në vazhdimsi se mos po shihin unë si fajtor për bashkëpunim me këta dhe unë mund të dëmtohem. Jo, zotni, nuk të ka dëmtu kërkush ma shumë se Albin Kurti e vetëvendosje. Ty ta ka pru partin buzë eksistencës dhe ti pe kujt poruhesh prej Albin Kurtit, a njeri meriton përgjigje ma tash për të mundshme dhe meriton përgjigje e cila le të nënkuptohet se do të bëjmë çmos që ti duhesh me u izolu dhe me u largu prej skenës politike, sepse damet më të mëdha këtij vendi nëse ja ka shkaktu najkush, ja ka shkaktu ky njeri, që ka thonë edhe vetë LDK-ja, sot e ki ekonomin buzë falimentimit, me një qeshor ti e ki krizën më të madhe me biznese, prodhuesit vendor ja kanë nisë veç mo anku që kanë firmat me falimentu, që 4 vjetë që janë pushtet Kosova, merne me men, gur importën, gur, zhavër importën, se këta e kanë bloku dhe licensat. Pra ku ka kuptim të me ble gur në Macedoni, për me kry ndërtim rrugësh në Kosovë. Pra nuk ka kur gjë që ka jetë mare mirë. Pra atë është dashur jo e prerë? Jo, le që jo e prerë, po duhet me bombardu politikisht, mi u kalzu njerëzve dhe mi a bot qartë këti kur du shkojmë zgjedhje. Po më prapë ka me punu që ti mos më bo kryeministër, e asë në një kombinim gjithë partijak. Po i thot jo kryeministër? Jo, edhe në një kombinim gjithë partijak, se ku të prej kë njeri, edhe si pas LDK-s që shë ka përshkru, kë shkakton dëm. Për këtë arsye, Abdi Gjiku me këtë letër është as mish, as peshk. Zot Jakaj, si e patë këtë shkëmbim, letër këmbim? Do të me përmend edhe një çështje që këtë legislatura 8, kjo që shkoj me mandat rregullt, ka qenë me si me thonë, as pak minimumin e mirëbesimit. Ata që përmendi Sejdiu, minimum mirëbesim s'ka pas ndërmjet shumicës parlamentare edhe partive opozitare të legislaturës së 8. As një bashkëpunim i vogël, as në marrëveshjen ndërkombëtare, as në reformën si me thonë në drejtësi, të skemat pensionale më shumë ballafaqim se sa bashkëpunim. Ne kemi pas gjykimin e gjykatës kushtetuese ku e detyroi kuvendin me i miratu ndryshimet përkundrejt vullnetit të opozitës që e kishte një ligj që i adresonte kërkesën e avokatit të popullit në vitin 2021. Pastaj pa minimumin e bashkëpunimit tek disa ligjet, azëm ligji për pensionimin e parakohshëm policor që ka qenë propozim i Partisë Demokratike të Kosovës dhe që është i njëjti me ligjin të cilën synonte qeveria ta dërgonte përmes si derivat i strategjisë për sundimin e ligjit. Dhe është krejt këto, në ndërkohë pasaj, pa minimumin e bashkëpunimit në reformën administrative publike, tek skemat sociale, ne e kemi një marrëveshje ndërkombëtare që
është votu për herën e 4 dhe atë me bashkëpunim pastaj me zër, me PDK-n, vetëm me kushin që 15 milionerët të shkojnë për vërshimet në Mitrovica, Skënderaj, Istog edhe Klin. Dohon është vetëm për shkak të një fatkeqësie natyrore u desh një bashkëpunim për me ndodhë që miliona euro të dalin anej. Që në fakt nuk janë da. Në fakt parasysh. Që në fakt ende nuk janë da. Ende nuk janë da. I ka mashtru dhe ata. Pa ajo marrëveshje është marrë për asistencë edhe për reformën sociale, në ndërkohë ka shku këtë dikun tjetër një pjesë kogje madhe, një treta e buxhetit. Në ndërkohë pastaj ka pasur tentim për me nol debatin në seancë të jashtëzakonshme. Ligjet të cilat janë në gjykatën kushtetuese, 16 ligjet në seancës 5 dhjetor, ato janë miratu pa asnjë bashkëpunim me opozitën. Shiqoni, për 4 vite në legislaturat e kaluara ka pasur së paku një minimum të korrekcisë të ministrit të financave. Në këtë legislaturë asnjë amandament buxhetor që është propozuar për opozitës nuk ka kaluar në Komisionin për Buxhet dhe asnjë seancë plenare. Asnjë, domthonë kjo është si më thon, kjo është e çuditshme qysh një shumicë parlamentare nuk lodhet për minimumin që me i